Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga unë Dorun Tina, jemi në Krusht të Madhe, komuna e Rahovecit. Jemi në fillim të fshatit, çka na duhet me pas një kujdes bukur të shtunë, për shkak se është qendër, jemi fiks në qendër dhe ka lëvizje gjatë gjithë kohës, çka po shoh momentalisht është barnatorja që e pas ka fshati, çka ka tjetër, ordinonca. Po duket si me arë në qytet, përbes të përmajt në gjësin e fshatit, por ne po vazhdojmë, po futemi drejt fshatit. Do shta ka me nadal tash ne i gjelbrim me qenë se fiks në qender qytet jemi, jem të i po që një grumë voj kleq, hajde po shkojmë po i përshëndetëm, po ka është hymja mëre, e pas kanë edhe porkun ku i kalojnë kohën e lirë, pensionerat. Se dhja s'ka, a ne është ondi hymje. Na tregu për fshatin, e kanë lënë fshatin, është fshati i banuar a ju? A ka njerëz hiq? Se po vetni për fshatin. Po na interesën qysh është jetesa në fshatin. Pse peshinja? Pse nuk peshinja? Po në hira parë që i morën Krusht të Madhe. Jo, bërë motër, pa ta këti kanë dalë për jashtë në vesh neve në kanë lënë. S'kisha me vetë kërkon. E rini s'ka heqa? Jo, vëllë. Fshati shumë i madh po duket. Ta qeveria mire jonja, në bëni qirak, kështë u shlirun për luftës në përzun një trit kreta. E, qysh po jetoni këtu? Qa pononja, qa bonja? Ishtë jetoj me që ato 120 euro për gazepi. Tash këta tri që kanë dalë jashtë, apo mundën me ju ndihmu heq? Për kur po dojnë. Kur po dojnë, a? Po. A njini me gjithë këtu? Me këtë Një banur? me këtë banor që ne jemi të fshatit këtu. Sa fiseni? Sa së di, valla, sa jonë. Ja sa gjashtë. Martesat për shembull ai bëni. Po, dhe martesat ju. So ka vetë e shkush. Pi pëlqen, për merë dhe u kryj punë. Po kry më habeti. Po, kryj më habeti. Fshati po duket me qenë i ndërtum. Po, ndërtu mas luftas me. Pak me ndima, pak me bugjetin e vetës. Për shembull ju si banor a keni investu diçka? Për me punu sa i përket fshatit. Po shë kemi pas me investu që ato shpjetet tona, kemi në rejtë dhe kusho qëtë. A një bolla dhe ato jenë? Po bollë janë, bollë se s'kemi pas qarë pa e nështë, se s'kemi pas ku më shku. E, po më interesën pjesa e tokave, apo nuot këto? Po njohët, te dikun jo krejtë. Te dikush. Jo, te dikun po njohët, po jo krejtë. Për shembull, a ka familje që jeton me punimin e tokave? Po i ka se tesh dy vlazën bashkë të një gjojnë, shkajt janë da, që isha ka met në jo këtu, të rallë janë punojnë për tokës ka pak. Unë ju falenderoj, falë nëse ju pengum, po më do të me gjetë banor më tregu për fshatin. Sa ki me gjetë banor më zama kesh për popullin tonë përgjësi. Mirë jemi, mirë, s'ban me ua. Jemi mirë, jo. Po ja, tash është perfekcion, po as keq jo bre? Po mirë jo. Mirë ju. Si një mes. Jemi shumë ka keqja, jo ka mirë janë. Shala po vedisohemi. Jo, në të vedisun jemi, por e njën në përzonë. Ne kemi rriti, kemi vokaj, sot vjetë. U ikin po dalin për jashtë, a ne kanë lonë vetëm. E valla këto është ki drejt plotësisht. Jo, ma keqja po dush. Aja është humbja ma e madhe për vendin tonë. Se të kerrit nga me shku të mjeku mirë, kush mu i me shku të mjeku, kush më naqë. Po vëzita. Po. Falë, sa vjeqi? Jam më 70. Ki problem vëzitjen? Jo, hala një. Shumë Njërë hala jo. Jo lumt. E tja po vëzit? Po, Me a? Cili ma i vjetër? unë 82, 3. 2-3? Ma i ri? Të ma i trash, a i po. Ai ma i trosh në ashti se që me ta mlatë që të kështë cilini ma i vështirë? Si unë isë. Isë. Ska këtë vështira? Ja.
Shto më pëlqen mu mi gjetë but. Ja, Ja, valla, ja. shtirë, s'kem nevoj. Apo deli shpesh këtë? Po i dalë, ku më ndaj të shpija unë, qyqe vetëm jam në Vetë shpi. po jetën a? Qyqe vetëm. Se vetë? Se djem, ja dy i ka marrë Miloshi, gruan me ka marrë Zoti. Po, Ku ta kanë morë grunë, ku ta kanë qu? Në Gjermani. Ani dhe për qef ka shku këtia pas ka morë zoti. Po, S'lan ti ka? zoti ja ka marrë. Po jo t'ja kthehet me Po, në të po. kofte halallët kthehet. Po mos koftu dhe marri koftë. Që erdhën edhe të ti. Pretna. Pretna i treti i vërteti. Apo ju pëlqen një ti sasët? ai një qysh ta sheh kohën që ashtu duhet me reagu, se s'ka shka me bo që ta nëjsh. Ama mos u ankoni se krahase me vitit që keni pas që shumë të vështira tash jeni lul. Pas respekt ma shumë. Po, e vërtet. E respekti, do më thënë, i ka dhënë po, e ka majtë njerin. Se u relaksu. Vishin misafirët, i nërqin kujshit. Tash, ku jema? Hajtë filon kafe, pim kaj kafe, kuj pune. S'ka, misafirë ma. Vishin me java, i nërqin misafirët. Sa edhe në kafe, në telefon, apo edhe në shpe, kur gjenë rënë telefon, 3 herë do të mja bo pyqin e njëjtë. Hish me shumë kafe, vëlla. Shpëm që aty e pim me misafirin kaj kafe dhe hecë. Po tash besa dhe na granimi s'po kem qefërt me na prun atë Po gjatë dhe, ditën jo me se na po nxo pritoni salonin. mi la filgjanët e gjezbët. Po çajte. S'kem kohë. S'kini ko. Unë ju përshëndes. Ani Faleminderit kalofit shumë se durën s'ja u jepa Ditën ma e herët, mirë, ditën e s'ka mirë. Respekt, shëndet. I treti i vërteti. Si jeni? Dorun tin, o faleminderit. Si je? A je mirë? Hajde ulëm flasëm çtë pak për fshatin. Po edhe shkoj me pim kaj kafe, kemi edhe kafe këtu. Faleminderit për respektin e nderuar. Mirë jeni? Mirë. Familjen? Jemi te këtu. Çish po kaloni? Mirë po duhet me thonë. Me punë? Me punë që shes paketën thata. Ah, mendova që janë të mbushme me Jo, diçka. jo thatë jam thonë. Ota. Thata. Edhe? Edhe i marrim për spec, për po lakër, joni me. për asi. Si s'ka. ka po, si ka qenë kjo vera, se i Vera, mirë me se speca, unë s'jam i dal hiq. pare. Se? Unë Purrimi jashtë. ndosh jashtë do. Ja, jashtë purrimi. Përshëndetje. A jeni lodh? Faleminderit shumë. Që veç po e zhvillojmë pak një muhabet shkort, me na tregu pak diçka për fshatin, çka e veçon, çka e veçon Krushën e Madhe. Ka pas shumë ftesa për me orën këtë fshat edhe e kam atë bindjen që është fshati shumë i madh, a është Fshati ashtu? është shumë i madh, po për momentin tash kemi me shumë pak. Na kanë i 4.000. Si që ta ndej? Jerimi më i madh është që tu. Amo po e vrej tek ju po e vujshit shumë këtë pjesë. Unë e kom një djallë. Vesh me shoqen kom e shpi. Djalli ka i ka? Djalli ka i. Ai një lot, shumë se kapsën është e ka problem. Një të vogël. Diçka ka edhe ëmbëlsira. Jo, faleminderit. Veç Ka. s'po ta kthejmë një kafe. Bolla më një ekspres veç pas shkur. Tina. A e tha? Veç po e vazhdojmë. Veç ditë ma qik një kaole, puna e kamerës. O, se kom marrë aku në kamera. Jo, po do të më ditë për shëto. Jo, E thatë që e keni një djallë dhe ka dalë jashtë kësë. edhe Sa vite? që 5 vite gati. E këtu për shembull në Krushë të Madhe me dash me punu diku në Beshok si qytetezme që është bukurisht zhvillum, pas ka varnatore, lokale të ndryshme. Kreti kemi tona, gjitha i kemi qëtu. A nuk ka pas vende pune këtu? Vende të punës s'ka, se në pas vende të punës s'kish ik asnjë. Po s'ka vende të punës. Po, biznese? Bujësia është katastrofë. Bujësia, se këtu është e nga vendi bujësor. Po, pse është katastrofë? Nuk e keni mbështetjen apo Ka çka? mbështetje, s'ki ku me quë, dhe janë ikë rinia. Ju njihni që përgatitin shumë ajvar, apo? Ajvar, tushi, Si, kemi afër 4 fabrika që janë këtu. ku jenë fabrikat? Fabrikat, A i kanë larë? një ki qëtu, një ki qëtonën qëtu, një prapë qëtu, një ki përpun
asfalti kryesor ani E ajo. tash po ndalen tek fabrikat. Aty janë punonësit vetëm gjinia femrore, a ka edhe prej aty në mashkullor? Ka dhe mashkullore, po ka më shumë Ma shumë femnore. Dominojnë femnore që. Për shembull, nëse e dini përafërsisht në një fabrik, sa është numri punëtorëve? Nuk e di. Nuk e di se smjerna me ato. Po jo, thash ndoshta e din si informacion. Jo, nuk di. Veç ka ju rraj, se... Jo, e qartë. Po. Përafërsisht, sa është përqindja nëse e dini që e kanë lënë Krushën e Madhe? Për 2 vite, kanë ikë 800 vetë rini. 800? Për 2 vite. Po flasim për Para para. viteve, po, para prake. Njerim. 3 vajza i kom jashtë, djalin e kom jashtë. Një vajzë e kom këtu të martume, edhe një kom vajzë të imne. 5 vajza e një djalë. I vetëm që tu smuj se kom pas një aksidenta, smuj me, për nuk po marrë me up kohën, diçka. Ndoshta dhe fëmija mundën pak me të ndihmu me ta lehtësu. Po, ka pak sa për më hangën e pi, Gruaja mirë është, më shëndet? diqysh. Se mi po vazhdojmë rrugëve të fshatit Krushë e Madhe, ende jemi pothuajse në fillim të fshatit, ne do mundohem gjithsesi me përgjithësu fshatin pikat të shkurta, pikat ma kryesore për shkak se fshati është bukur i madh edhe minutazha normalisht nuk mundet me u publikue gjithë Krusha e Madhe, ne jemi në çdo shtëpi, në çdo cep, por gjithsesi po mundohemi pjesë kryesore dhe më të bukura të fshatit me i marrë. Që kem të po momentalisht nuk më pëlqen kjo pjesa, është me mbeturina, e gjithë pjesa do thotë është me mbeturina, po ashtu edhe rrugët kryesore, nuk është që s'ka mbeturina, fshati është bukur i madhe, një sipërfaqe shumë të madhe, pozitën e ka interesante gjeografike, e ka një pozitë të rrafsht, por vende ka dhe përpjet kështu, po më duket jam të e pa shkollën. Çka të them tjetër me shtemi? Në këtë fshat kemi edhe figurat të mëdhaja dhe të njohura, pra që vinë nga ky fshat duke filluar nga Bajram Curri, i cili njihet si një ndër figurat kryesore të lëvizjes shqiptare kombëtare në fillim të shekullit 20. Jem të e po shtëpia muze e Bajram Currit, Krushë e Madhe. Pra, ishëm duke e folë për Bajram Currin dhe qenë ka dhe objekti muze në emër të Bajram Currit. Isha duke ju tregu se nga ky fshat është edhe një tjetër figur i burgosur, i politik, Ukshin Hoti, që tashmë është i zhdukur. Jem të e pa shkollën, e pas ka një objekt të jetë të bukur, më falon dhe se nuk e kom po, se isha duke e shiku shkollën, on dit për pak sa nuk është rëzu, edhe kësaj radhe vërtet me fatalitet kish përfundu, të kërkoj falë se nuk e posh, se ma mori vëmendjen objekti i shkollës, është një objekt fenomenal me qëtemi. Deri me tani shkolla më bukur që e kom po ndër fshatra, përveç kësaj e ka edhe fushën sportive, është në gjendje shumë të rregullt, është e ndërtuar shumë bukur, gjithçka është perfekt. E pas kam pjesën me zhvillu aktivitetet sportive veç ha dojnë. Veç me shiku po të knaq ka syri. Përveç kësaj e ka dhe pjesën e uborrit, një sipërfaqe bukur të madhe, ka dhe ca lulla, ca pemë, gjelbrim, tashme jemi edhe në stinën e vjeshtës, dhe normalisht janë vyshke dhe pemet kanë marrë në ngjyrë tjetër, por paramendoni me pas qenë me ardhë në pranverë, pesa dhe verë, por që ju lumt. Objekti është shumë i bukur, nuk e di se nga kush është financua, po kush e ka ndërtu këtë objekt, por gjithsesi
shumë i bukur, por çka tjetër më tregoi banori prapa kamerës se ka klasë që menzi 5 nxonca e vijojnë mësimin. Ta zem për shembull klasa e parë, ndoshta janë vetëm 5 nxonca në atë klasë, pra është për keqardhje një objekt si ky me pas numër të vogël të nxoncave. Normalisht e kanë lënë fshatin jo vetëm këtë fshat, por në shumë fshatra gjithandej Kosovës, dhe kur familja largohet nga fshati, bie numri i nxencave. Erdhem në një pjesë tjetër të fshatit, gjithandej punime bjeshk, po dhe i kanë me i shty me gjëks që thojmë na, po dhe i kanë me i rëdzu krejt se di se çfarë projekti ka me u realizu në këtë fshat, jem të i po do të cjopa. Hajde përshkojmë të rrim pak me ta, të shë përse ofër me. Jam unë me të sulmu, a i sigurt. Së më garanton vetë rrin 10 metra larg, para mendoje më sulmu. Sulmuat gazetarja nga Cjapat. Hello! Si jeni? Si po kaloni, sa i lezet shumë këj me këtë qaforën e kaltër. Sa që në kanë 2, 4, 6, 8. Ik dorën ti në ma mirë rahat, më së shten të thërën kom të shnush. Qka u bo? Qta shte më vinë mropa na? Kër i pash prej se largo mendova që jenë qenë. Për to afru, pash që jenë Cjopa. Hajde po vazhdojmë. Të shofëm fshatin Krushe më dhe thëmë drejten. Realisht e kom pas atë dëshiren veç kujdes. E kom pas dëshiren që shmëti me ardhë në Krushe më dhe për derisa i erdhë dakiku që thujmë na. Qa mundet me konë kjo objekt? Shkolla e mesme, a? Kjo është ta? Po, shkolla e mesme e mbon emrin e të modhit Okshin Huti, ndërsa shkolla fillore që ishë më herët, e mbon emrin e Bajram Curit, është shkolla fillore. Pra në këtë fshat, është shkolla fillore dhe mesme, por që numri nxënësave është shumë i ullët. Interesant, qati shumë i madhë. Pas kanë kujdes e autor makina me shpejtësi, kujdes, e pas kanë edhe palestrën sportive, po mduket, po hyuni në portë shumë mas saktësisht. Përshëndetje miqtë e mi. Kom bo miq gjithandej, në çdo cep të Kosovës. Hajde. Edhe këtu e pas kanë u borrin në sipërfaqe shumë të modhe, shumë interesante, dhe që si në bjeshk, si në malë, si të merë gjumi këto vlau. Ama shumë bukur e pas kanë. Është isha a jem sakt të shkolla për të cilin folja po, që shkolla e mesme Okshin Huti. Mirë ju pas kam tregu. Kjo është palestra, po duket objekt i ri edhe shumë i bukur, për brenda nuk e di se si është dhe se si është ndërtu. Miqtë e mi, si që ju premtuam, kaluam në një rrugë tjetër të fshatit, në një pjesë tjetër, po e shofëm se si është kjo pjesë e fshatit. Fillimisht infrastruktura është shumë e dobët, nuk është nivel as pak, edhe unë po e kam të shtirë për gjatë kalimit tim në këtë pjesë, pra përveç që rrugët nuk janë nivel, janë të mbushura dhe si poseta kështu, po ja u keshi pak rrugët, apo? A dëni musafir? Ani, ti largohu, si je, a je mirë, Dorontina, si jeni, a jeni mirë, Dorontina, si je, a je mirë? Ja, Maloko, si jam unë njëma Ademaj, si jeni? Po. Mirë jeni, mirë po kaloni? Ademe, se mund më konë zhura në ka. Ja, valla, heq ka sa si jemi ori. Ate helikopter, mirë. A ti gona peshqit? Peshqit. U kry tash vami, mirë. S'pa ju bojmë reklam. Ja, ajtë shaka të rejsh, dullut. Qësh po kaloni? Tretoj për Nazim se unë s'ja konë forës. Nazimi. Hajde që qëto bashkajt po folim her Nazimi, her Rone, her Ali. Po marë s'kota. Qësh është jetë, më falë, qësh është me jetu në fshatin Krush e Modhe? Mirë është. A ka diçka që nuk është mirë? Na që shimi konë, Qa frau pak se nuk... na që shimi konë jemi shumë mirë. Se që shini konë? Se jemi konë shumë ma keq.
bile me këta shok jem të bisedu rreth asaj jete çfarë kemi përjetu dhe të sotshme. Jemi mirë, për qatë përse. Tash nuk ishit mujt që kështë në qëtësimi pi kafet, veçën që ju pengova. Se unë ka të shkaj e bëj zhurën. S'kemi guxu as në rrugë me dalë. Sa mirë që po ja dem rëndësi. Kur o nisëm prej shtëpisë na vazhdimisht, u frigoshëm shka në gjonë rrugës. Se ke di ta kthehesh mo. Jo se kom ditë valla, kurse sot shëqër jemi të lirë, kush din me punu është mirë. Ata që s'din, gjithmonë bojnë të lashe. Hajni, njeriu që nuk din, të bën fajtor edhe ty edhe mu. Ai që din edhe këqyr punën e vetë, sigurisht se S'ka kuaj me u mirë me tjerë. e pra. Se është të i shiju arritjet e veta. Po, unë mendoj që ashtu është. Shumë e vend. Raportet po shihet se i keni me zveti shumë të mira. Unë mendoj që te populli janë raportet shkëlqyshme. Se jemi mirë, e kuptojmë njëri tjetrin, nuk kemi probleme, s'kemi tërlashe. Vetëm se shteti shteti si ka rregullat bashkë. Që shduhet. Na jem ata që po ja u jepëm hapësirën. Na jemi ka njëherë që shtot populli, gropa nuj nuk bëhat. E na po mundohem me bo grop nuj, shteti duhet me këqyr detyrat e veta, popullit veta, njërë që me kuptu edhe na shtetin, po edhe shteti me kuptu popullin. Një fshat ka që madhë si Krusha e Madhe, rini nuk po shë, shumë pak. S'ka se kretë rinia ka ndalë jashtë, po ikin për shkak kushtve, mundësia nuk është. Edhe ata pe gjenë vethën në përëndim, po shkojnë po punojnë, sigurisht se jeta është ma e mirë. Isha dhe tek dy objektet që i kishit shkollës, objektet ishin shumë të bukura, po më interesa numri nxoncave, karon. Nuk i di. Tregun pak për afërsisht që ka shumë pak nxonca. Për pak po. Për shembull, po flas për në Celini, kam fëmijën unë në shkollë djemve, të mi. Ka 6 nxonca janë 2 klasë. 6 andaj 6. 12 nxonca janë në 2 klasë. Kretë të ikë janë fëmija. Pi marrin fëmijën me veti për para, nuk i mirë shumë, po tash pi marrin. Shumë përgjithësi kështu banorët, ju jeni banor, ju nuk jeni banor i Krushës. Në përgjithësi banorët e fshatit Krusha e Madhe me çfarë veprimtarie mirën, edhe pse unë e di që me speca, turshi, unë nuk jem të po speca kërkath, thesha kur të shkoj, ku me po gjithandej speca në shitje. Tash ti marr një kill me veti, me shti një turshi që të ma hungër gjithë dimrin? Tash për momentin ka pas shumë fermerë normal prodhues. Për imbive, mirë po tash krejt një 3-4 fermerë, që ka një 3-4 hektar 5, që mjallin si rezervate bujqësore, ta tjerë të kanë ndërprej, ka bujqë të mëdhe që kanë qenë kanikë rinia, kanë amet vetëm, krejt unë vetëm, jam këj vetëm e tjerë. Po në tanë që këtu jenë 4 fabrika, si funksionojnë ata, ato fabrika? Po. Ato vjen me proponimin e spesëve, ka ditin të tërshi, dhe eksportojnë jashtë. Tregu ku po bëhet? Tregu ka qenë këtu tash nuk për momentin. Pse nuk është këtë tash? Se Sakaro? Po sigurisht, të Sakaro prodhimi vendos, kështu edhe tregu u largu. Prodhus nuk janë, ku s'ka prodhus normal nuk ka dhe... A i kështë shi tërshijat? Banor tërshijat e mira. Valla i kanë shni se unë as pasi kam. Mija një ka të nej bësht sanë si shgjetë, të nejtë. Edhe gratë valla janë të nej. Bile është një kohë që për gra kur s'ka pas kësi kohë. Një u shku shpi, a bisnia është e mirë, gratë veç ullë për rritë. Zgatë zëtë kësi mund. Unë ju përshëndes, ju falenderoj për kohën, ishte shumë kënaqësi. Merni, pini dishka prej neve, ulli lirisht, qesim ka një kafe ose shëtë do që... Ishit shumë njerëz të respektum ju lumt, unë e kënaqem në për fshatra, vazhdon me qenë respekti edhe njerëzileku kështu në përgjithësi. Se ne për qytete kemi harru çka është njerëzileku. Po mundohemi majt hala disa sana, po edhe na kemi fillu me degradu këndë. Të po të bë. Po vëllaj të bë. Të ndërum, ishte shumë kënaqësi me të mira, faleminderit për kohën. Hajde po kalojmë. Faleminderit shumë. Kemi pi ma herët, nuk po ju kursej, faleminderit. Respekt, mirupafshim.
Po kalojmë te bonka e dytë. Po thu këta flasin ma shumë, a? Përshëndetje, si jeni? Me ju thirroj zoti i shtëpisë. S'po di, a jeni durë? Si e çiku? Ma nervoz ka? Kush e ka po nervoz? Gruaja ka punë. Mirë jeni? Mirë. Ç'ish po kaloni? Mirë, super. Si është jetesa në fshatin Krushte? Super, që apshe s'ka njerëz hiç. S'jemi as 50 vet. Që 50 nuk jemi. 50.000 banorëve. Por më do që e këqyre. Janë 20, që si jemi janë 20, s'kemi më tepër. Rini? Rinin ngërbet. Që sheshe kemi. 50.000 banorëve. Si me lonë gjithë këtë fshat ka Gjithë, shtëma? që qytet se jo fshat, qytet është. Pa, qytet. Valla, jo qytet se komunën e kemi pas para gjatë të tetës. Këtu e keni posa? Komuna kon përpara këtu një herë. Në atë kohën, po. Na ndej ka kalun... Tash ka kalon në Raves, po. Jo, tash Ju ka di kryetari? ka më. Jema kryetarin gjallë keni edhe të fort, Bili. Ka marrë vendatin E mirë. ka morë? Po. Po, mirë, Si kom mirë. se kom po për rahu vetë që ka ndodhë. Ka marrë kaj komplet atë. Ai punon, ai punon. Jo, po tjetër du të më punu. Kur ta merr votën du të më punu. Normal, jo, ka prej aty që e marrën, po tani binë gjëm. Jo. Jo, ki pa në frizoja që për agima liu. Për merë edhe, po fiton edhe po punon. Po, normalisht, puna shpërblihet. Shpërblehet, normal, gjithë ku. Po. Unë e thash kur të vinë Krusht Madhe, ku me gjetë perime gjithandej. Jo, këtë ngërbet. Jo, për edhe ngërbet. Tash S'ka as problem. 30% bujqësi në katun tonë s'ka. Ska po mirë, që shpëjë tani o Po vlo? jetojmë qenë kafe. Djemë për në majnë. I kemi në gërbet. Keni punu ju mjaftu shumë, a? O, na kemi punu nuk për para për që ditë sotit. Hallalli ama të regon formulën, që shme funksionu e dhone. Po, une i martu herë, tjeri i. Pas ke bet, shko pas këto ma mirë ti. Se formulën bet? Kretë qytetet pi katunët pi mani. Kosovën. As Albin Kurti nuk s'ka rrit me shku në qëtë Jo. cep. Ti afarim qoftë. Që marrë për të ushiti këshin. Ta është veç mi ju hinë shpe dhe mi gjithë gatshme. Veç Ka, gatë. Ai tekun. gashme po. se. Ha, për ka s'ka tash. Jo, ka të gashme, ka. Ka Ka, të gashme. të kradon një tegë lajvar, valla. Jena shkojme, kemi makinën. Ja, Shkojme, qëra, të ko qa? Kështu me vaj. Po, vallaj. Për me kemi met vetëm. Mos më konë gërbeti na, për që të bëjmë. Edhe si që pash po e vujshit shumë ju kështu këtë ikin masive. Shumë. Kërkush s'ka fshat më i madh. Ti që pi, anë që tash më qërë, ma shumë gjysa ditës. Asë një njërë qërë, a përshesh në jo. S'ka. Si Shoish. vlojshin të rininja, tash s'ka. Malë tonë ne jemi të 40 shpi, as 3 zonë se kemi. Fiseni me sa jeni? Fise jonë, ja 4-5, po hotë dorak ma shumë jemi. Martoheni me zveti po? Po, tash po martohet. A ka morë dikosh nusën këtë? Po. Jem të e bo nervazat. Po, që ky ka të na. Piktynve, po. Ta po rreshet ju bashkë po vazhdojshit me nej? Po, mirësi e ndodhë jo. A mjarani, a mirësi. Na e kemi një farë zakoni kështë se t'ja morëm qikën tani mo nuk nim për të. Ja, na jo. Pas këtë jep nusën e mirë. Po, sigurisht. Ne gjenerat jemi, po. Po, mi konë me një klasë e krejtë. Dhe me pina i samë. Faleminderit. I kemi përfundu të gjitha veç, Jo. një 2-3 lafe me ju, edhe një lafe kam edhe ika. Ma shumë, jo në kom sa, që. Jo, që ne me Ja po li plafe. Kës përthej unë të një shpërthej marrë dhe nga ka. Dhe gjëm, nuk po njëf ka kërë që dojnë me në gjesë, mu nuk u margjon lafe. Politik, Jo, këto problem është me nëzon keqë. Jo, ikë së ma mirë. E kusht ka bo nervoza, po më të regon? O, që, Tyra, e qa të që bo? ky me grunë t'ja për mëj, që, që. Ky po duket shumë si personi i qelter. Po, djoli mirë po dukesh. Po, ky vetë kështë qiren matron. Kodone shalë grunë, që. Ja, me qëfar të shojt mi. Po, e qak i pun ti tash me grutina nëse shon ke grune vetë pse ti më po nervoz? I ka posa jo? Po. Fëmije, pas ke mo. Vite jem për para. Une e kom rritë. Që shapo do. 2 djemi kom, 2 në Zvicër. Ka një pa mesa kom, shapo do në ma mirë. Ata punojnë, unë rri. Shapo dojnë ma mirë.
Cilin mosh i keni pas fëmijë? Se shumë e re u martu. Fëmijën për nanin 15 vjetë e gjysë. Ka bo fëmijë? Po, shkujtove, vitin e parë. 36 vjetë, sa i ka. Tash i ka 37 djali. Po. Qiken e ka 14 vjeçare, djali i madh. Djalin e ka për 11 vjetë. Qysh more, se ja, pasna qa me sekret, pasna qa me bisedu. E qysh ta la mëre boba qiken 14 Po vjetë? çfarë më la? Është e 37 kjo, që më kanë lut. A, që t'kan lut? Po, që to ma dha me zorë. Në të vjetë kërkush sa t'kan Ja, lut? po që ma ka dhonë dhe që to ma kanë dhonë. Për me që ashtu të ku marë, Sa tre. lut? Strejti to. I e srejtit, jo. po. E ti sa vjetë që je kon kërje martu? Unë e kon 22. Bravo, Pishman. Jo. Me këtë kohë në kështë vepru mjek. Jo, marë, pse me këthy? Po këtë në herë qikat jenë konë të vëdhoj, atë që nuasha. Jo, po, Ha? ta srejtit e kon pas. Me kule. Me kule, dukat ka pas boll, do se sem. 14 vjetë fëmijë. Unë i e srejtit. E jo e srejtit. Që po dush ma mirë. Jo, ma mirë, pas ke rritë. Unë e kom rrit. Ta në, të ma mirë bë një fshëti se prende vetë. Jo, po unë dhe, ta jo rritë unë. Shumë mirë, shumë Shumë mirë. me bota, jeta që shtot. Po është ma mirë kon atëherë, si që Po tash. thua. Po, vëllaj. Ja, laj tash të keshar ty 14 vjetë korrje. Jo, se muj me marë që ta çfarë du. O, po i mashtrojsh. I mashtrojsh se budallic po mashtrojnë në final. thua. Me një çokoladë po mashtrojnë. Jo, s'po bajtu. Mo, qore, po mashtrojnë shumë keq. Edhe po zaglaviten, po dështojnë. Që kjo unë s'po marrë lakmi. Mashtruan se ja bën televizor para syve, aja ti këndët me marrë. E dikon, po pse mu mashtrojnë marrë mua ajo gjatë vjeç. Qysh me kuptu, ja 60 vjetë, jo, qysh me kuptu që dikush është ka të mashtërën? Po qysh me kuptu? Ka jo me mu, mësu tolero. Rri serioz. Si ku t'ish njën me punua, si në market, si kret. Mos shko në zhveshën, shko normale, që mashtrojët njëri. As ti, as unë s'mashtrojnë. As unë s'ngojmë as asaj e mas meje. Po veç edhe pak folë për i kam këta burrat e martun. Jo, vallaj, Je po vallahën se... Vallaj, pa dash femnët burët e martun kursën. Po, e një qik e ri edhe nëse dënë ti duhet me prek logjikën që i martu me ki grunë në shpe, që po këqyrë tjera. Po, ajo vërtet është. Oni po tash, Qka ta? po syni jo, Ja, nuk po syni, ja. syni jo me loshtë. Që me një syni nuk plaket kur, me një ashtë kur se shumë martu. Po tash, shka me bo, tash, shka me bo. Me ullë synin, te gruja jote dhe ditën e mirë. Po, ato po ta, Je, s'ta bojnë hecë, s'kan që me ka. ato mjegëll po na bëjnë përpara. Se ta bojnë mjegull, shka? se ti vetë dhe mendja jote shkën tek mjegulla. Ja pja që laj. Pja qëllosh, ja ti gjithë ja ki qëllu. Kënaqem. Pasha, Kënaqem muhabet. vallaj, po na knaqesh ti për me, po. Çdo mision të qyri. Qyri për me, po. Sukor motrën duar. Faleminderit, respekt. Edhe bollën për këtë fshatat që po shkojsh. Po, vallaj. Qysh brengët çfarë njerëz, çysh po jetojnë, çysh. Shumë mirë. Po, bash. Ja, na kena bo diçka ma unike prej tjerëve. Aty ku ndoshta kamera kur nuk është fut në jim të parë që kemi shku. Qashtot. Pash një ditë me një mal, kështë shku e njëri vetëm që ke, pa i martum, pa kërgjoh, tha u knaqja vetëm ai. Që kishtu edhe telefonin. Fiks. Që, Masin pranej mu. po, ja, jo, ai, u qudita, thash, ku e ule ngat, thash, u qytet këtë shtynë, thash. Jo, unë s'di as më tuta, se në veç Po, anin të ashtu. faleminderit, po që ashtu do të më konë? Që ashtu? Jo, s'di tuta, se që e kam qëllimin e mirë, tani dhe Që zotit ajo, në tima. normal. Që ajo. Unë po ju përshëndes, ju falenderoj për kohën, bënëm pak hajgore. Hani, ajgore, do të bëj ajgore, se na për ajgore ki dal. Po. Se për serioze, një të punon që të kush për serioze. Ja, e për serioze, dal, isha hallat e për banorëve, qashtë. nej hajgore, dikun ma serios, ta shumë varet, kajtë serios nuk shkon, se nuk është emision. Nuk shkon. Unë po ju falenderoj edhe një herë. Në nërkofsh. Kalofsh mirë? Ditën e mirë, faleminderit shumë. Happy. Ja, po, unë kanë prish mua për fillimit. Ko është ka prish? Pensionist o ky. Pensionist? Zvicrës, A që këna me i Zvistrës? Qishme i Zvistrës edhe Po, ki kanë qehre? prish, më kanë qitë dy gujza, të shakve se zgatë ma te, pra do kry. Jo, ju Që nuk, të kush për a unë s'po di me tu që, shama to. ju kështë zot një vëlloj veshën e pasi këtë firmatë. Po që qyrë, qatë dinjojnë te me komë se më ka Ani to, Zvistra nuk pagun pak, ja. po, Ah, po vetë mu 3 operaciona. Shëndet është diçka tjetër. Por që
Po që të kush pe ha, unë s'po di me ha, po që me kafe, po. Pa qa me po, mos e pas pensionin as kafes këshe pi. Po, ma keq. Qel, bje. Gazetarë më të mirë s'kemi na. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Respekt. Miro pafshim. Miro pafshim. Tash për me ardh, ma herët ka po vit në ardh. Po? Kishe marrë Qa po puna që të në Turqive? që hajde të përshkojmë. Hajde, ku? Atë shkëm t'ja morëm Turshin. Ndash për jesëm, ndash mi bje që të, se vet je ka masil. Turshi, unë e qefin s'ta prishi. Ai varë, Turshi, me lokna, pa lokna. Me, asi, qajtojnë hudra, pa hudra. Hajde. Hajde po vazhdojmë, po shofëm, njëm të e pas studio Flori. Përshëndetje, u lidhen në rrugza. Si Ja jemi mirë, Albina, Pikrushës. A ki problem... Prej Krushës, madhe. A ki problem kamerën? Jo hiq. Sa e bukur. Faleminderit. Ka me qish kamera, kështu, wow. Mirë jeni? Mirë, faleminderit. Qish më kaloni? Mirë. Qaj të bëktët? Valla thojt jam të i najq. Thojt, apo më ndresh një dhe mu Po, thojt? maj, Të që sonë të shjo. kom pas me ndresh, valla, se në veti boj. Ani, ti najq që me dhe mirë. Sa kushtojnë? Gratis për ty, e. Hajde, gratis, shkojmë. Nëzitojmë. Qish më kaloni? Mirë, faleminderit. Shati Krusha e modhe. Po, Krushës modhe, po. Je lind me, rrit me këto? Jo, Nuse ke orë këto, a qish? jo me Krushës modhe, po jetoj në Zvicër. Po, e Të hë, në Zvicër. Po, mi najq thajt këtu, ne. Se këto ma lira, po? Jo, ma lirë, po më përqen, ma këtu. Pa të pëlqen. Vend lindja jeme. Po vend lindja, me pas ka vend lindja këshënejt këtu, vend lindja E, po tash jeme. ti. Të kënoqa të të kom. Këta shocat i kam kështë shumë arak edhe nuk preken, nuk foli shumë lirë shumë me ta. Edhe e din që ne bëj hajgore. Ani, pa i gorë, sa me po. Qish po kalon Kosovë? Mirë. Sa shpesh po vjen? Valoj vi ka 2 herë në vit, në varë tani. Atje po punon? Po atje punoj, po, shqitë se jam. Shumë mirë, që të rikë mas shumë të marë në Kosovë? Valoj, vendindja jam e kom qenë marë në Krushët Madhe, vizitoj. Kur po vjen kështë në Kosovë, apo del vendeve të ndryshme të Kosovës, qytete? Po Izrael shkoj. Na biqarqi. Po, qish jo. Qish po ju presin njerëzit kur po vjen? Valoj, shumë mirë. Vallaj ti po bësh e pore. A, mos bjerë pore të kalëzojnë që shpresëm. E, po tash ka pak duhet. Po, normal, vallaj. Familjes. Si të qelë sytë, mirë me ngjesi interesi. Po, jo. A ka diçka që nuk të pëlqen kur vjen Kosova, se që kështë ndryshu? Valaj, nuk e di. Krejt shumë mirë. Jo vetëm tek njerëzit, po kështë në përgjithësi, kur delsh në për vendet ndryshme. Qetër ambiance, edhe atje është mirë, Kënaqen po grotën vina për edhe këtune. Këtë grotë të Kosovës së mdojnë. Apo e përcëllë emisionin tem atje, në CH? Po e kom po. Që ato, mu do kësi e njofshme. Po, dheri sa ta afronë në kështë, Dorontina, qyqe. Ki shoqni këtë? Kom, po, dhe këtu kom shoqni, po. Vetullat po mdo këti pas këndriq, Po. qatë pas ka me qërpekt. Tash ren. Buz pak, një bo kështu. Qish po doken këtu që pi bojnë buz? Tash qefi njerë, që për di, ama unë Sheshen si kom ti? po, Që sheshen ti? Po më varë tash Mirë ti, keq. qish, pa, kuna i do këtë mirë. Apo shkojmë ti bojmë edhe na pak? Po. Ha? Pse jo? Për shëndetje me qëto me i. Pse jo? Parveç buzë po i bojnë edhe pjesë të trupit. Shpo do këtë që po i bojnë pjesë të trupit? Ja, nashta pak e të prune, Pak po. A? E te prume. Më Varë, kështë pak tash ti. onash për kamerë, kështë dollë ma bukur. Qefi personit, pse jo? Normal, se cili jetën e vetë, por Qashtu. është qërsa e bukur, naturale. Po dihesh jeta mon shqiptare. Po mundohesh. E thej që formë do mi po? Valoj, A veç gjellën të pas ka veç qitë? se ja nisa, Sa në marrë vesh me të thej. kuqe, Kuqe? po. Ani të Tash sezona, dimën. E harrova me të vetë deri kur kime nejtë? Valla, mja 10 ditë du me najtë. Po, Dhe ditë. po, qëta shko marë par dje, Po, me Po. kom ke ordë? me djallin. Bashkë më m'pëlqen kuën që ke ordë. Ma qëtësi, e shijon, kështë për Po, valla, qipi. flad, edhe mirë, po. Se vejas pak shumë dzajtë. Edhe virës kur po vinë krejt për një herë, s'po din ka sa po shkëm Po, pasu ja, gjithë. qashtu, po nese, ambiance po ka. Po,
E dashur, faleminderit shumë për kohën, ishte shumë kënaqësi. Edhe unë faleminderit, edhe Pushime të juve. mira. Faleminderit shumë. Mirë. Gjithashtu. Kalofshit mirë. Të mira. Faleminderit. Edhe juve. Miru pofshim. Hajde që shihemi najherë e hojnë naj dorë. Kismet, faleminderit. Kismet, me të mira. Hajde me të shtemi. Harrova mërë mi bo thëjt. Hajde mërë se i boj thëjt vetë. Përshëndetje. Rënofshim pajiset e mija, se sa për këto që t'i bojnë thëjt. Pra, objekti i libraris, jam të e pa dhe një person pa hajtë se s'po e ngucëm, rëndësi ka po i merë pamjet edhe e rëndësishme është me ditë se qka është, se për shka bëhet fjalla, pra, po va japin atë përshtypjen se ka njerëz shumë të lexueshëm në Krusht e Madhe përveç e mirën me prodhimin e perimeve. Valla kena botur shiandi. Pa, mintë s'po pres për shku mi kërku. Hajde po e bojmë edhe një shkeputje. Ja, miqtë e mi në erdhën edhe turshia. Qfar turshia shumë kësë cilë? Speca me uja. Me ujë, Edhe? që kjo specë është hazër, të vetëm e qesësh përgjitën janë, këtë vetëm e qesësh. Mi përgjit. Jo të përgjitën janë vetëm i A, nxejshi, vetëm i hongër. jo, i nxejshi vetëm. Po, i nxej. Edhe kjo është, Sa E, zoti ju dhash për recet, kjo faleminderit njona shumë. është salat, Mhm. vetëm kep t'ja gësh. I ka kep vetëm mush mi grinja dhe pak. E për rondit, qka mi je për rondit? Cëllën Po tash, tego mi jep me cilën doni? Hajtë si ta Ju- ndojën ju- e me një pjotë. Ju tash qysh doni tash, Faleminderit shumë e unë respekt. gërur në këkon këtu, veç që pa isë gëruës. Kur t'vjen kru? Kush, I jo, numërën, se me jo, numër i jo, kalon. jo, jo. E qojmë Hajtë mirë. se s'ka dërë E që... qojmë mirë. Ja, po bëj hajgore. Pret, Ja, mos ja. mi qa pa të thonë. Atja jo. Mirë është. Faleminderit Mirë, shumë, kofsh. respekt, se s'po më me jau jop Ah, dorën. ja, s'ka lidhe, faleminderit edhe Miru pjuve, pofshim. hajt, kalofshit Ishte mirë. shumë kënaqësi me të mira. Kalofshit mirë. Me të mira. Ja, me qëtë mi edhe dimrin e rezervua me turshi. Me nëzi po i qoj, hajde ti qesëm më makinë ma shpejt, po se di me këtë ondën se si kemi mindo, kemi me pas po besoj fjallosje, unë jam manjak i turshijav, manjak e kështu. Këto e ma shtraj me një gjës pjate që të një 3-4 speca, po me krysa dush se unë një ma je që i nëzira speca. Faleminderit gjithsesi banorëve të mrekullueshëm. Jemi në pjesën e fundit saj përket fshatit Krusht e Madhe këtu në komunën e Rahovecit. Momentalisht ndodhem pranë shtëpisë të ikonës së zhdukur Ukshin Hoti. Pra, prapa me kjo shtëpi është për vite me radhë që ka jetu Ukshin Hoti, por që tashme është shëndruar në muze dhe një pjesë e saj është koll nga lufta, por që banorët apo se di sakt se kush është mundu ka investu pak me regullu shtepin në mënyrë që me shëndru në muze. Mua s'më mbetet tjetër veç me ju falendru për vëmendjen tuaj, në shifemi në fshatin Radhës. Deri atëhere, mirëmbetëshi!